Čair, poštovani gosti, dami I gospoda. Honorable Mr. Joseph John Diogardi, Honorable First Deputy Prime Minister Mr. Izzet Mejidi, Honorable Deputy Prime Minister Mr. Arben Fetai, Honorable Mayor of the Municipality of Čair Mr. Visar Ganil, distinguished ministers and deputy ministers, mayors, members of parliament, and representatives of the government, respected directors and representatives of various institutions, honorable chairmen and members of the Municipality Council of Čair, distinguished guests, ladies and gentlemen. Sot jemi këtu për të ndarë një moment që mbetet një kujtesë, një ditë simbolike, një falënderim publik, një mirënjohje e thellë ndaj dy zërave që I dhanë dritë kauzës shqiptare. Sot nuk jemi vetëm dëshmitar të një nderimi institucional, por jemi pjesë e një historie që lidhet me të vërtetën, me lirinë dhe dinjitetin. Sot komuna e Çairit ka nderin që mirëpret dy figura që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në kauzën kombëtare shqiptare në arenën ndërkombëtare. Danes sме тука за да споделиме jedan момент koji će ostane во сеќавање. Символичен ден, јавна благодарност. Длабока почит за два гласа кои му дадоа светлина на албанското прашање. Денес не сме само сведоци на една институционална почест, туку сме дел од една историја која се поврзува со вистината, слободата и достоинството. Денес Општина Čair чествува две личности кои оставиле неизбришливи траги во албанската национална кауза на меѓународната сцена. Today, we are here to share a moment that will remain in our memory, a symbolic day, a public expression of gratitude, a deep appreciation for two voices that brought light to the Albanian cause. Today, we are not just witnesses to an institutional honor, but part of a history tied to truth, freedom, and dignity. Today, the Municipality of Čair honors two individuals who have left an indelible mark on the Albanian national cause on the international stage. Zotri Joseph John Diogardi, shqiptaro-amerikani I parë në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një zë I palodhur në mbrojtjen të drejtave të shqiptarëve në Ballkan. Dhe zonja Sherly Clois Diogardi, një aktiviste dhe analiste e jashtëzakonshme, që për dekada ka qenë bashkëdhëtare në këtë mision të drejtësisë dhe së vërtetës. Господин Joseph John Diogardi, првиот албанец-американец во Конгресот на Соединетите Американски држави, неуморен глас за заштита на правата на албанците на Балкан. И господја Ширли Клоис Дiogardi, извонредна активистка и аналитичарка, која со децении е сопатник во оваа мисија на правда и вистина. Mr. Joseph John Diogardi, the first Albanian American in the US Congress, a tireless voice in defending the rights of Albanians in the Balkans, and Mrs. Shirley Clois Diogardi, an exceptional activist and analyst who for decades has walked alongside this mission for justice and truth. Shpallja e tyre si qytetarë nderi dhe promovimi I librit janë një akt I thellë vlerësimi për qëndrueshmërinë dhe për kushtimin e tyre. Čairi sot nuk jep vetëm një titull, Čairi sot fal zemrën. Нивното прогласување за почесни граѓани и промоцијата на книгата представуваат длабок чин на признание за нивната доследност и посветеност. Čair денес не доделува само титула. Čair денес го дарува срцето. Their proclamation as honorary citizens and the book promotion are a profound act of recognition for their consistency and dedication. Today, Čair is not just awarding a title. Today, Čair offers its heart. Сега го покануваме за поздравен говор председателот на Советот на општина Čair, господин Jetmir Asani. And now we invite for a welcoming speech the President of the Council of the Municipality of Čair, Mr. Jetmir Asani. Tani ftojmë për një fjalë përshëndetëse kryetarin e Këshillit të Komunës së Čairit.
I nderuar zotëri Joseph John Diogardi, i nderuar zëvendës kryeministër i parë zotëri Izzet Mexhiti, i nderuar zëvendës kryeministër Arben Fetai, i nderuar kryetari i komunës së Çajirit zotëri Visar Ganiu, të nderuar ministra, deputet dhe drejtor, dhe të respektuar kolegë të Këshillit të Komunës së Çajirit, zonja dhe zotrinj. Me vendim të miratuar në mënyrë unanime nga Këshilli i Komunës së Çajirit, sot kemi privilegjin të formalizojmë një vlerësim që shkon përtej çdo protokoli administrativ. Një akt që bardh në vetvete mesazhin ton institucional për respekt, mirënjohje dhe qëndrim historik ndaj atyre që kanë qenë zë i së vërtetës sonë në skenën ndërkombëtare. Ky vendim nuk është një produkt i rastësisë apo i një momenti festiv, por rezultat i një reflektimi të thellë institucional mbi atë çka përfaqësojnë zotëri Joseph Diogardi dhe zonja Shirley Clois Diogardi për shqiptarët, për historinë e kauzës tonë dhe për imazhin tonë ndërkombëtar. Gjatë dekadave të fundit, këta dy personalitete kanë dëshmuar se miqësia e sinqeriteti nuk matet me fjalë, por me veprim, përkushtim dhe koherencë morale. Me angazhimin e tyre të palumur për çështjen shqiptare, ata kanë tejkaluar rolin e një aleati politik dhe janë shndruar në simbol të ndërgjegjës demokratike ndërkombëtare. Përmes veprimeve të guximshme në skenën amerikane dhe ndërkombëtare, qoftë në përdëgjime në Kongres, në platforma diplomatike, në botime e analiza apo në terren për krah njerëzve, Joseph dhe Shirley Diogardi kanë treguar se drejtësia nuk ka kufi, dhe se një zë i sinqert mund të bëhet urë lidhëse mes kombeve, historive dhe idealeve të përbashkëta. Në këtë akt simbolik, Këshilli i Komunës së Çajirit jo vetëm që i njeh ata si qytetar ndeli, por edhe afirmon parimin se nderimet më të larta i takojnë atyre që në mënyrë të qëndrueshme i kanë qëndruar për krah të drejtës në kohë të padrejtësisë. Në emër të Këshillit që kam nderin ta kryesoj, ju uroj mirëseardhje në Çajir dhe ju falenderoj për gjithçka që keni bërë dhe vazhdoni të na përfaqësoni me dinjitet. Ju falenderoj. Му благодариме на господин Асани за неговиот говор. Сега го повикуваме градоначалникот на општина Чаир, господин Висар Ганил. We thank Mr. Asani for his speech. Now we invite the mayor of the municipality of Çayir, Mr. Visar Ganiu. I falenderojmë për fjalët e tij kryetarit të Këshillit, tani ftoj për fjalën e tij së rastit kryetarin e komunës së Çajirit. I nderuari zotëri Joseph John Diogardi, shumë i respektuar zëvendës kryeministri i parë zotëri Izzet Mexhiti, i nderuar zëvendës kryeministër zotëri Arben Fetai, të nderuar ministra dhe zëvendës ministra, të nderuar deputet, të nderuar kolegë, kryetar komunash, drejtor e përfaqësues të institucioneve të ndryshme, i respektuar kryetar dhe antar të Këshillit të Komunës së Çajirit, të dashur musafir, zonja dhe zotrinj. Sot jemi mbledhur në këtë ngjarje soleme për të shënuar një moment me rëndësi të veçantë, jo vetëm për komunën e Çajirit, por për të gjithë ne që ndajmë vlerat e kujtesës institucionale, të respektit për përkushtimin e vërtet dhe të mirënjohjes për ata që kanë qëndruar në anën e drejtë të historisë. Vendimi i Këshillit të Komunës për t'ju shpallë qytetar nderi është shumë më tepër se një akt ceremonial. Është një shprehje e vullnetit kolektiv për të njohur një angazhim që është zhvilluar me integritet, me dinjitet dhe me një përkushtim të rrallë ndaj të drejtave njerëzore, demokracisë dhe drejtësisë ndërkombëtare. Zotëri Joseph Diogardi, me historinë e tij si shqiptar amerikan i parë në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, ka qenë zë i palodhur për popullin shqiptar në kohët më të vështira. Në Washington, në konferenca ndërkombëtare, në media dhe në terren, ai
ka ngrit lart të vërtetën e popullit tonë, duke e kthyer përpjekjen tonë për liri dhe dinjitet në kauzë të përbashkët njerëzore. Ai ishte ndër të paktët përfaqësues ndërkombëtar që nuk u ndal asnjëherë së foluri për shqiptarët, qoftë në periudhën e shtypjes, qoftë në fazat e shtetformimit. Përmes iniciativave konkrete në Kongresin Amerikan, përmes lobimit të strukturuar institucional dhe mbi të gjitha përmes përfaqësimit me integritet, ai ka bërë që zëri shqiptarëve të ndëgjohet në vendet dhe momentet ku është shkruar historia. Zëri i tij nuk ka qenë vetëm reagim ndaj padrejtësive, por një qëndrim parimor për lirinë dhe dinjitetin njerëzor, që jep vlerë të përhershme kontributit të tij. Zonja Shirley Clovis Diogardi, me përkushtimin e saj të jashtëzakonshëm si aktivist dhe analiste e çështjeve të Ballkanit, ka qenë një shtyllë e rëndësishme në këtë mision të përbashkët. Ajo ka dokumentuar, ka dëshmuar dhe ka mbrojtur realitetin shqiptar me qartësi, pasion dhe profesionalizëm, duke i dhënë zë shumë historive që për dekada u lanë në heshtje. Roli i saj ka qenë i pazëvendësueshëm si këshilltare e ngushtë e çështjeve shqiptare për dekada me radhë, si përfaqësuese në dëgjimet para Kongresit Amerikan dhe si ndërmjetëse e fuqishme për çështjen e drejtë tranzicionale në rajonin tonë. Ajo ka qenë shpesh zëri që ka saktësuar faktet, ka sfiduar keq interpretimet dhe ka krijuar besueshmëri për kauzën tonë në botën perëndimore. Integriteti i saj intelektual, ndershmëria qytetare dhe besnikëria ndaj vlerave demokratike i japin dimensionin të veçantë figurës së saj në këtë nderim që i bëjmë sot. Të dy së bashku, ju keni ndërtuar një model të rrallë bashkëpunimi në shërbim të tjerëve. Një model që te i kalon kufi gjeografik dhe që mbetet i rënjosur me vlerat universale të drejtësisë dhe barazisë midis kombeve. Sot Qairi u hap zemrën dhe u thot: mirë se erdhët në shtëpinë tuaj të dytë. Ky titull është një dëshmi simbolike, por me peshë të thellë shpirtërore dhe institucionale. Me këtë akt, ne jo vetëm që nderojmë dy figura të shquara, por edhe riafirmojmë vlerat që duhet të na udhëheqin si shoqëri. Vlerësimin e kontributit, ruajtjen e kujtesës dhe ndërtimin e urave të miqësisë së vërtetë. Po ashtu, kjo ngjarje solemne shënohet edhe me përurimin zyrtar të librit, një vepër me karakter dokumentar dhe historik, që përmbledh me saktësi dhe integritet angazhimin dekadash të Ligës Qytetare Shqiptare-Amerikane dhe të vetë Zotrit Joseph Diogardi në mbrojtje të drejtave të shqiptarëve në Ballkan. Ky botim është një burim me vlerë të shumëfishtë, si referencë historike, si dëshmi angazhimit qytetar në politikën ndërkombëtare dhe si udhëzues për brezat e ardhshëm mbi domethënien e qendresës, lobimit dhe ndërgjegjës demokratike. Në emër të komunës së Qairit, ju falenderoj me mirënjohje të sinqertë për gjithçka që keni bërë për popullin shqiptar. Ju siguroj se ky nder nuk është një mbyllje, por një hapje, një partneritet i ri, një miqësi e thelluar dhe një kujtim i përhershëm. Faleminderit që jeni sot këtu, faleminderit që keni qenë gjithmonë me ne. Ju falenderoj për vëmendjen. Mu благодариме на градоначалникот за обраќањето. Faleminderit kryetar. Me pjesëmarrjen e tij na nderon edhe zotri Izet Mexhiti, zëvendës kryeministër i parë. Ftoj zotri Mexhitin për fjalë përshëndetse. Денес не почествува и присуството на господин Изет Меджити, прв заменик председател на владата. Го повикуваме господин Меджити за поздравниот говор. Faleminderit. Para do kisha përshëndet përveç prezencën dhe nderin që kemi zotin Joseph Diogardi sot këtu me ne, edhe duke ardhur këndej ma tha këtë një
e Skënderbeut, tha 3.000 mirë me shok shumë, pra Joseph Diogardi sot është bashkë me diasporën shqiptare, me logjistikën, me Fatonin, me gjithë tjerët të cilët kanë qenë logjistike fuqishme e Diogardit në vitet më të vështira për shqiptarët. Po ashtu, kategorinë tjetër është pjesën e politikës shqiptare, veçanti këtu në Maqedoni, pra deputetët e parë, domethënë kategori ato që na kanë përfaqësuar në Parlamentin Republikan ato kohë të vështira, pa hyrë me emra konkret, pra të PPD-së të dikushme, të popullorës, të PD-shët, të cilët kanë pas një bashkëpunim shumë ngushtë me Joseph Diogardin dhe alatët tonë, dhe kjo ka qenë një ndër faktorët për suksesin tonë, pra në dallim me të kaluara. Po ashtu, duhet t'i uroj edhe shërim zonjës Diogardi pas intervenimit, dhe kjo është arsye që s'është me ne, po kjo nuk është arsye që ta ndajmë ose ta vlerësojmë njëci Josephin për përkrajen dhe çështjes shqiptare. Pra të nderuar Bilal Zek, Arben, të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale, të nderuar intelektual. Ka fjalime që bëhen për nder, ka të tjera që bëhen për protokoll, por ky fjalim sot nuk është as për njërin as për tjetrin. Ky fjalim është shprehje mirënjohje nga një kom që nuk haron ata që bën zëri i tij. Kur ai vetë nuk ishte fuqinë për të dëgjuar, kur ai ishte i heshtur nga dhuna, i lodhur nga padrejtësia dhe i rrezikuar nga zhdukja. Sot jemi këtu për të nderuar dy emra që bëjmë që janë pjesë e historisë sonë, Joseph Diogardi dhe Shirley Claude Diogardi. Kongresmeni Diogardi nuk e mësoi çështjen shqiptare, ai e trashëgoi atë. Me rrënë arbreshe, ai mbante në ndërgjegjen e tij edhe dhimbjen tonë. Kur hyri në Kongresin Amerikan, mori me vete ndjeshmërinë ndaj një populli që për dekada kërkonte të drejtën për të jetuar i lirë, në paqe dhe në dignitet. Ai guxoi të thoshte të vërtetën për Kosovën në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E tha kur nuk ishte mod të bënte. E tha kur të tjerët heshtin. E tha kur shqiptarët kishin më shumë vare se sa mikrofon. E tha qartë, drejt dhe me guxim. Dhe pranë tij gjithmonë ishte një grua që nuk qëndronte në sfond, por luftonte në vijën e parë të betejës morale, zonja Shirley Claude Diogardi. Ajo nuk ishte pjesë e çështjes shqiptare nga rasti, por nga zgjedhja. Zgjodhi të flasë për viktimat shqiptare, zgjodhi të hyjë në kampet e refugjatëve, zgjodhi popullin tonë, kur ne pothuajse nuk kishim më zgjidhje. Mikja jonë, Shirley Claude Diogardi, mbetet një figurë kyçe në përkthimin e realitetit të shqiptarëve në gjuhën e vendimarrjes ndërkombëtare. Zëri i saj, dokumentet dhe prezencat publike ishin ura që quan të vërtetën tonë nga Ballkani në Washington, nga dhimbja në veprim. Të nderuar të pranishëm. Shpresa për liri u rrit tek ne, falë zërave të guximshëm dhe zemërgjë që u angazhuar me gjithë shpirt për kauzën shqiptare, si Joseph dhe Shirley Diogardi. Ata i dhanë zë politikës amerikane për Kosovën, duke bërë që fjala shqiptar të bëhej një çështje që nuk mund të injorojë. Ata ngritën zërin pikërisht atëherë kur ne po rrezikonim të humbnim ekzistencën tonë si popull. Ata nuk u afruan te ne për shkak të përkatësisë, po për shkak të parimeve të drejtësisë dhe humanizmit. Dalluan të drejtën dhe u rreshtuan me të, me zemër të hapur dhe me ndërgjegje të pastër pas një detyrim tjetër. Dhe sot, përmes këtij nderimi në komunën e Çajirit, në këtë truall ku gjua shqipe është pjesë e identitetit, po afirmojmë një lidhje më të thellë se çdo dekret apo dekorat. Po njohim një borxh, po pranojmë një të vërtetë historike se pa njerëz si Joseph dhe Shirley Diogardi, historia e shqiptarëve do të shkruhej ndryshe. Zoti Diogardi, zonja Diogardi, ju nuk jeni më vetëm miq të shqiptarëve, ju jeni pjesë e jona, me zemër, me vepra, me guxim. Dhe tani, edhe me emër, edhe zyrtarisht qytetarë nderi të një prej vendbanimeve më shqiptare në rajonin komunës së Çajirit. Në emër të prezave që u rritëm në paqe, fal kontributit tuaj, në emër të gjithë shqiptarëve kudo që janë, nga Shkupi në Prishtinë, nga Tetova në Vlorë,
ju falenderoj. Ju nderojmë dhe ju themi mirëseardhje në shtëpinë tuaj. Благодарим на премиерот заместник председател на владата за неговото обраќање. Faleminderit zëvendës kryeministër, tani kalojmë në momentin më solemn të kësaj ceremonie. Ftoj kryetarin e komunës së Çajirit, zot Rivisa Aganiu, që të dorëzojë pllaketën qytetar nderi. Në të njëjtën kohë ftojmë edhe zotrin Diogardi që të pranojë këtë vlerësim simbolik në emër të gjithë qytetarëve të Çajirit. And now we have come to the most solemn moment of this ceremony. We invite the mayor of the municipality of Chai, Mr. Visar Ganiu, to present the honorary citizen plaque. At the same time, we invite Mr. Diogardi to accept this symbolic honor on behalf of all the citizens of the municipality of Chai. Thank you. Thank you. Thank you very much. I'm sorry Shirley could not be here, but she is truly. You can. Oh, yeah. I wanted you to hear my strong voice for Congress. I don't need this, but I will take it. I'm sorry that Shirley, I'm so happy she came on this trip, but she had a very serious operation and she's getting better. And in a few months, she will be completely healed, but we thought it would be too much and she thought it would be too much to be here. She really is Shota Galiza, Shirley Flores. I am so happy that I met Shirley because of the Albanian issue. My first wife died, and I met Shirley doing the work for the Albanian people because she was not only an author, but she was a publisher. And she was doing a book on the issue of Yugoslavia and how confused it was. And that's one of the issues that I had to deal with, because you can't have a state called Yugoslavia with 8 different ethnic groups. Nothing wrong with that, but they put the Albanian people all the way down on the bottom. And when I saw that, I said, has to be changed. And I changed it. I went to Yugoslavia in 1989 to challenge Slobodan Milosevic. He died 12 years later. We put him in The Hague, and I did make a difference. With the help of Shota Galiza, Shirley Flores. We are a good team. We work hard, and I'm so happy that I met her. And the first things we did together were right here in Tetovo, because it was in 1984, I think it was, 94, 94, that the Serbs burned down the university, and I heard about it. And Shirley and I came here in 1985 with Congressman Gilman. 95? Yeah, 95. With Congressman Gilman, and we got him to do a special resolution in Congress just for the Albanians in this area, in Tetovo, and the rest of this area. And it worked. We have created many friends for you in America. And that's very important. Remember what Fanoli said. Moinan moski frika seke jemta edavaisa.
I'm so happy to have Fatam Bizlibi here with me because he was, you have to hear his history. He was in the camps in Macedonia, with 1 million Albanians. This is what Milosevic did. And he then found a minister, a Protestant minister, who had power in Texas and was involved in the university in Texas, Texas Lutheran University, I think. And he was able to work with that minister and learned a lot about what I was doing. And he calls me in I guess it was around 19, what year was that? It was 2000. You see, I'm going to be 85 in September, so the years are going too fast. And he did very well in America at the university, Texas Lutheran University. And when he got out, he found out about me and he called me. He says, Joe, they're having a convention in Europe for the youth of Europe. And there's no Albanian youth representing. They have 50 people, and I want to be a representative, but, my family is poor, not rich, and we were in the camps, and I need your help. I said, well, what would it cost? I'm an accountant. I said, give me the budget. It says, show me what it's going to cost for the plane, the hotel, the printing, and I will raise that money. And I did. And he goes 1 of 50, and the first thing I think was in Prague. And after the thing is over, he gets number 1. He was an expert on math and computers, so he made a PowerPoint presentation. And it was just amazing to me that here is someone that hardly knew how to speak English in the beginning, and here he is now a doctor, and I helped him raise money to get to Harvard, and he is now also has his master's degree in Harvard. Now, why do I say this? I like to brag about success. Now, this is a model for other young Albanians. I'm 85, and he's only 42, I think, right? Right. So this is why I came. I came here not to educate. You have enough education with Titova and all the wonderful professors that I met. I came here to inspire. You know what inspire is? Inspire means to reach the heart as well as the mind and tell people what you accomplish. I did accomplish a lot, and I'm happy to say that. I had a good family, but the point is, I want to pass that information on to the youth, especially the Albanian youth, and today we know how many are here in Titova. And you'll see the book that Fatan helped me, because there was another, the year after Prague, Brussels had a convention of the youth. And again, no Albanians present. He calls me and he says, Joe, I want to do this again. And if you raise the money, and it was not a lot of money, it was like less than $2,000, maybe $1,800. So I did it again. And the second time, he is number 1. Of all the different youth in Europe, the only Albanian, and he gets scored number 1. So we got off to a good start together, okay? And I'm not going to tell you the rest, but he has a story to tell, and I hope maybe in 10 years he will be here and again do important things for the Albanians of Titova. I will not stop. I believe that I am not 85. I believe I'm maybe 55, 65. And I will keep going as long as God says, Joe, keep doing good work, and I will let you do it. And I think that's why I'm here today. You have made a big difference. We don't know each other that well, but let me tell you, what happened in the last 4 days here was unbelievable to me. And I really appreciate all you did, and Mr. Majidi, all he did to make it happen as well. So we have a good future. Let's not talk just about the past. Let's talk about the future. Because my dream, you see, if you want to do something, you got to do something not only to make money for your family. You got to do something for humanity. You got to work
on things to help other people. I've done this all my life. And you're going to find out. We have now an up-and-coming black American senator. You've probably heard him give a speech for 25 hours. Cory Booker. He's become a very good friend of mine. Why did he become a good friend of mine? Because when I got to Congress, in the bottom of my district were many black African Americans. And they had no honors. And yet, World War I and World War II, the major honor was the Medal of Honor. And not one was given to a black American in World War I and World War II. And just like when I heard about the Albanian people, I said, I have to now stop and try to help these good people. And I did. And today, I am responsible for 2 medals from World War I and 7 from World War II. That's almost impossible to do, especially when you have the discrimination. And like the Albanian people, there was much discrimination against African American people. So that's in my heart, to help other people. And I think if you do that, you will succeed in your life as well. I made, with Fatan's help, a little book on words that will affect not just your brain, but your heart. And that book, was that given out already, Fatan? No, not this book, the one with the... Is it here? All right. You're going to get that book. And I want you to see what I did, because it dawned on me, if I was going to come here, because this is so historic for me to be here, not because of me, but because of Titova. I said, I got to leave them something that they'll never forget. Now, I did very well in high school and in college. And when I read something from somebody important, I would cut it out and put it in the file. And these were words that are so beautiful from presidents, from people who founded America. We put them in a book, only 50 pages. I could make it bigger, but we made sure that we gave just the essence of these speeches. And you're going to get that. And your children will get that. And I hope they will see why I was inspired to do well and to get the awards I got in America. And why I decided to come out, and I could have made a lot of money. I was with the world's largest accounting firm, certified public accountant. But I left that firm with no pension after 25 years because I saw my parents, how hard they worked. And I said, wouldn't it be nice if I could become a congressman and they could, before they died, they would see what I accomplished for the DioGuardi family. And that happened. So now I want to give this message out so that others would see me as an example for their children and grandchildren. And like my father said, and he had no education, my father, came from Katundi, Greci, Arbresh, in Naples. But he said to me, Joe, you need to work hard, but you have to also think big. My father, he always taught big. Came here, couldn't speak English, 1929, but he always taught me to do something bigger. And when he married my mother in the Bronx, 1934, my mother said, I was born 1940, she said to me, you can't believe your father. He is the only one in the Bronx that has a car with a radio in it, in the Bronx. And he had a vegetable stand. I mean, this is my experience with Albanians. You put Albanians anywhere, they know how to make money. They know how to get into business. They do something. So I can talk a long time about that, but that's not what I want to do right now. But I'm pleased to be here, and Fatan, I'm looking forward. Fatan's done this in my Italian club in Manhattan. We arranged, I started not only clubs for Albanian people, but Italian people. Don't forget, my mother's Italian, my father's Albanian, and that became a great combination for me to grow. So we have to respect everybody. And I learned that early in life from my parents and from the priests, the Jesuit priests, who taught me for 8 years
in Fordham High School, Fordham Preparatory School, and then in college. So I am proud for many things, but I am also proud when Yam Kranat Shayam Agresh Albania. And I am proud to be Albanian in general, but there's something special about Agresh. If you knew their history and how they suffered, they were 500 years before they came to Naples. They were in the top part of Albania, and the Turks decided they wanted more money, and they wanted to change the religion, and our Bresh people are very strong. They said, we're not changing anything. We will leave now where we are in the northern part of Albania. And they came all the way down along the shoreline that was once Illyria, and they end up coming around Sicily, and they hit Naples, and they stopped. And that's where they found an old Greek village called Greci. Greci is a Greek name, but they never changed it. See, Albanians don't like to change. They're very conservative, so they kept the name Greci, and that is where my father was born. It's called Katundi Greci, on the highest mountain. And Albanians always live on the high mountains because they knew the Turks were coming after them at some time. So they always lived there on the high mountains. In fact, another story I heard, people think Calabria, what a nice Italian name it is. No, Calabria is two Albanian names because the Italians saw how these Albanians came to build these forts and castles by the water to keep the Turks away. So Calabria is two Albanian words, Kalaya and Albria, after the castles that were built. I learned this because I was I'm still trying to do a movie on Skanderbeg. It's not easy to do because you have to have the right actors and they all want big money, a lot of money. I mean, at some point we will do it. But it's amazing that here I'm reading the book, and in the history of what I'm reading about Castriati, then they show Calabria is two Albanian words, Kalaya Albria. Well, in any case, I love you. I love to be here. And I want to do even more for you, and I am not dead yet. I got time. Follow me, David Shum.